por je ndër të parët fakt që ke luajtur në serialet komedianen komedisë në Kosovë, që sot janë bo shumë. Si sheh këto zhvillime sot? Për fakt të keq kemi një regres jo në cilësi edhe jo në talent, përkundrazi kemi një brez të aktorëve të ri të jashtëzakonshëm të talentuar me sens të madh për humorin e për komedinë, por kemi një regres në produksion, në prodhim. Ta zëm pas lufte kemi pas seriale në transmetuesin publik, por edhe televizione tjera. Kemi pas aktor e skenarist e regjisor cilë paguheshin ose kishin buxhet shumë më të mirë se sa serialet edhe prodhimet televizive që kanë sot. Dhe kjo është, si me thonë, një regres në produksion, do ta quaja, por këtu një faj të madh ka dhe prodhimi jashtë kontrole i produksioneve që trajtojnë tema politike, dhe kjo është pashtu një dëmtues i madh i prodhimtarisë themi audiovizuale që lidhet me artin, me komedin, dramën ose diçka. Ne nuk e dim kur ka qenë hera fundit që ndonjë televizion ka prodhuar një serial dramë. Ne nuk e dim kur është hera fundit që ndonjë televizion ka prodhuar një film dokumentar që trajton ndonjë prej ngjarjeve të rëndësishme, qoftë historike, qoftë nga jeta sociale të Kosovës. Ne televizionet tona, për dallim prej televizioneve të rajonit, nuk i kemi të pranishme në asnjë festival rajonal kinematografik. I kemi transmetues të nxon publik të tërë rajonit që janë prezent, themi, në festivalin e filmit në Sarajevo, që janë Cannes, janë Berlin. RTK-ja të nxon pas lufte ishte prezente, sot nuk është. Dhe me duhet me pa ku është ky regres, çka po ndodh kjo? Kemi mungesë të dijes, apo kemi mungesë të vullnetit, apo jemi të verbuar prej temave banale politike të çdoditshme? Kam përshtypjen që kjo e fundit qëndron më shumë për shkak se njerëzit janë të hetur akoma për politikë, të shohin se kush se me kë po zihet. Ta zëm kështu. Ne para dite e kemi një, po marr shembuj asgjë konkrete, por po ilustroj situata nëse ma lejon një minutë. Me që jemi në podcast. Kemi para dite, ta zëm një aferë korruptive. Një përgjim lansohet ose një diçka ku e diune. Në mbrëmje, komplet audienca kosovare arktohet me një abuzim me ndonjë fond publik ose me do me thonë, jetën e reale, tragjike, ne po e kthejmë në zbavitje në mbrëmje. Pra bëjmë pucka, apo si e thonë këto, si keni thonë në Shqipni, kokoroshka, qysh e keni një farë? Kokoshka. Blejmë kokoshka, e marrojmë kokoshka mbrëmje për me u zbavit me një skandal politik gjatë ditës. Kjo është një absurd. Fatkeqësisht, një temë ditës vazhdon diskutohet edhe në dark. Edhe në dark, jo vetëm te një televizion, por të mblidhen të gjithë komentuesit e lajmeve dhe fillojnë të debatojnë lidhje me atë ngjarje që ka ndodhur. Jo, nuk debatojmë, zbavitemi. Sepse politikën ditore përfshi kur janë edhe tema të rënda, ne i kthejmë mbrëmje në argëtim familjar. Pra, rolin e familjes moderne, kafenes, e serialeve tjera me radhë, ka nisë me najmarë për ditëshmëria. Dhe për këtë, pa tjetër që e ka fajnë klasa politike. Nuk e kanë sepse nuk mund të drejtojmë televizionin, po më dorën nga këto televizionet aktuale cilat zhvillojnë debate të çdonatshme. Në fund të fundit, ato janë institucione private të cilat mund të bëjnë çka dojnë edhe nuk kemi të drejtë të gjykojmë ose ta drejtojmë gishtin nga ato. Po tragjedia është tek ne, tek pjesa këndej ekranit e cila vazhdon e zbavitet me momente tragjike. Do me thonë, madje unë i kom shumicën prej tyne prezentuesve, gazetarëve, i kom miq ose pretendojmë që njihemi, përshëndetemi e tjera, ti e gjen gjatë ditës në postimet e tyre ose
ku e di unë, në rrjetet sociale thojmë sonte është zjarr. Do të jetë zjarr në mbrëmje dhe kur e sheh çka debatohet mbrëmje është në aferë korruptive, në përgjim, në diçka që realisht me të do duhet të zbaviteshin vetëm organet e drejtësisë. Ne nuk duhet të involvoheshim aq thellë në çdo batut që flitet aty që realisht involvohen. Ja, kjo fatkeqësi fakte mediave, jo vetëm në Kosovë, është edhe në Shqipëri. Po është patjetër edhe në Shqipëri edhe unë e kuptoj se kjo bile ndonjëherë mendoj që fatkeqësisht e kanë kopjuar keq Shqipërinë. Po kjo është, jemi duke përjetu. Dikur ka qenë si një tornado larg, cilin e shihnim me sy duke ofruar, po tash ndodhemi mrena tornados dhe të lumt ata që arrin medalë. Po, ke drejt në gjithë këto përshkrim që bëni është realisht qëndron. Po mirë, si e gjykon filmat dhe komedit që prodhohen aktualisht Shqipëri, se besoj i ndjek, ose personazhet e dalë nga reality show, si Big Brother, Luisër, vëllezrit Veshaj, që bëjnë filmat komediana, po Ermal Mamaçi, se e gjykon ndryshe një sy, si jote ndryshe nga neve që zbavitemi duke buzëqesh. Është, si me thonë, prodhimi ose angazhimi personazheve të tilla nga reality show nuk është ndonjë praktike re. Kjo ka ndodhur, çka do të bëjnë këtu Amerika e ka bëu para 50 viteve. Domethënë, ajo që ka ndodhur këtu është një 50 vite mbrapa. Po themi, nuk e thash në këtë kontekst që shpëthu ti, po e them që është një gjetje interesant që një produksion i caktuar të prodhoj një vepër të tillë, njerëzit të qeshin, janë, si me thonë, prodhime flusk që vinë e shkojnë. Do me thonë, përfitohet, nuk mbesin, nuk kanë bërë një peshë të rëndësishme historike, që nesër mas nesër historian të filmit tullen e të analizojnë e tjera. Pa tjetër që duhet të bëhen, sa ma shumë që të bëhen është ma mirë për industrin. Industria ushtron, punon, sepse industria filmit nuk janë vetëm njerëz që dalin para kamere, por janë edhe vjetra tjerë, vjetra e qindra tjerë që rrinë edhe prapa kamere, dhe kjo për mua është e shoh si diçka të pozitive, asesi negative. Ajo çka ne ajo në çka ne nuk duhet të ndalemi së investuari dhe të provuari është filmi artistik, filmi që subvencionohet nga shteti, filmi i cili kallëzon diçka të rëndësishme nga vendi jonë, diçka që na prezanton, na përfaqëson në botë, na përfaqëson në festivalet mëdha të rëndësishme, edhe në Amerikë, edhe në Europë, edhe kudo në botë. Ajo është një diçka për cilën ne duhet të kemi kujdes, edhe duhet të përpiqemi, ta ushqejmë, ta financojmë për atë sa kemi mundësi.